ditës parë, se kush është interesuar që të flasim për këtë, është i mirë pritur këtu. Dhe unë jam këtu për të folur për projektin, për të folur për mjedisin, për të folur për parametrat, për të folur për atë çfarë duam të bëjmë, çfarë kemi bërë deri më tani, për të treguar faktet, letrat, rrugën e ndjekur, për të treguar çdo gjë lidhur me ligjin për mjedisin, e gjithçka lidhur me këtë informacion krejt të pavërtet që ne ndryshuam ligjin që kjo të ndodhte. Kjo është një gënjeshtër. Dhe unë jam gati tu aprovoj këtë me fakte. Po si? Si i provon faktet në këtë botë? Po. Ju lutem, jepini mikrofonin, më pëlqen kjo gjë. Dhe përgjigjen, a e dini përgjigjen? Përgjigja ishte jo. Ne nuk flasim, ne nuk dëgjojmë. Ti duhet japësh dorëheqjen. Ju lutem, jepini edhe një herë mikrofonin sepse ka diçka për të thënë. Po, më shihni, po mendoja, okej, po mendonit duke parë kamerën. Më shihni mua, se nuk ju friksoj. Ju sa që nuk ka të bëjë me mjedisin, por dje intervistova disa njerëz në rrugë. Dëgjoni, jeni këtu me mua, duke folur me mua, po më bëni pyetje mua, po kërkoni të dini se çfarë mendoj. Ajo çfarë keni bërë në rrugë nuk është me interes për mua, dhe çfarë keni dëgjuar në rrugë është për informacionin tuaj, por po më pyesni mua. Dhe unë nuk jam në rrugë, unë nuk jam dikush që nuk mban përgjegjësi kur flet, sepse unë përfaqësoj këtë vend, unë përfaqësoj njerëzit që më kanë zgjedhur të jem këtu dhe përballë jush më duhet të jem i vërtet, duhet të jap fakte dhe nuk mund të sfidohem me çfarë keni dëgjuar ju në rrugë. A keni fakte për të më treguar që vërtetojnë se po them diçka që nuk është e drejtë? Më tregoni, më sfidoni. Jo, do ta bëj shumë shpejt pyetjen time sepse besoj që ka edhe të tjerë. Takova dikë që më tha, do të dalë në rrugë të protestoj sepse Zvërneci është një prej zonave të fundit të paprekura të Bregdetit në deltën e lumit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Mesdhe. Pyetja ime është, pse ju si kryeministër a qeveria juaj doni të ndërtoni atje, përse nuk doni ta mbani ashtu siç është, sepse është vërtet speciale apo jo? Kjo është një pyetje absolutisht legjitime. Dhe në fakt hap absolutisht hapësirë për një diskutim shumë të rëndësishëm. Por ajo çfarë është e gabuar është prezumimi që një vendi i duhet të zgjedh midis natyrës dhe zhvillimit. Kjo është ideologji. Kjo nuk është ajo çfarë na thon praktikat më të mira në këtë botë. Vendit i duhet të gjejë në mënyrë mjaft inteligjente mënyra për të siguruar që natyra dhe zhvillimi të bashkëjetojnë dhe të mos i shkojnë përkundër njëra tjetrës. Sigurisht që gjëra mjaft pakëndshme kanë ndodhur me natyrën në rrugtimin e zhvillimit në këtë vend, por ju duhet të kuptoni që shumë prej tyre janë objektivisht të pamundura për të fshirë apo për të ndarë nga arsyeja pse kanë ndodhur. Vendi doli nga komunizmi si vendi më i varfër në Europë.
dhe jo krahasuar me vendin tuaj, po krahasuar madje edhe me ish vendet komuniste. Ajo doli si vendi më i izoluar. Ne ishim të izoluar si nga perëndimi ashtu dhe nga lindja. Na thuhej që të dyja ishin dy anë të së njëjtës medalje që krijonin të degeneruar pra edhe të korruptuar. Për 50 vjet ishim të detyruar të ishim një vend ku nuk ishte asnjë pronë private në asnjë mënyrë apo formë. Nuk e di, a jeni të interesuar për përgjigjen? Faleminderit. Pra nuk kishte asnjë, në asnjë formë, në asnjë mënyrë, ndërkohë që në ish vendet komuniste në Evropë, njerëzit kishin mjetet e tyre, këtu s'kishte makina private. Shqipëria kishte bicikleta, autobus, trena dhe vetëm makinat zyrtare. Gjithsej 5.000 makina. Nuk kishim tituj pronësie, sa për ta ditur. Kishim shtëpi të trashëguara nga e kaluar, po nuk kishte diçka të tillë si kadastra në Shqipëri. Pra na thuhej që gjithçka ishte e jona, por asgjë nuk ishte e askujt, asnjë individi. Ja pse, ndaj po I bie gjatë, ky lavjerës I viteve 90 shkoi në skajin tjetër dhe japse në Shqipëri pam gjëra për të cilat të gjithë sot janë peshman. Pam plantacione të tëra të limonave, portokajve, mandarinave, të brezare të gërmuara nga të gjithë ne, si Sklever, në për kodra sepse s'kishim mjaftueshëm tokë të punueshme, por na duhet të luftonim botën, si I vetmi vend komunist ishim kundër gjithkujt dhe na duhej që ta prodhonim bukën në vend, e kësaj na duhej që të hapnim tokë të punueshme edhe në male. Dhe përdoreshim si Sklever dhe gjitha këto plantacione u zhdukën, u dogjën në shpërthimin që pasoi rënien e regjimit. Shpërbëm hekurutat. Dogjëm shkollat. Dogjëm kopshtet. Ishte një det zemrate. E nuk ishte një popull barbarësh, por një popull sklevrish, që gjeti lirin dhe çmerrohej se mos armiku kthehej. Dhe është njësoj si kur çdo herë kur heq qafe një armik nga ana tjetër e urës, djeg dhe urën për cilën do të kesh nevojë kur të ketë ikur armiku, dhe këtë bëri dhe Shqipëria. Ju vini këtu në Tiranë dhe shihni qytet të gjelbër, po nuk ishte më, nuk mbeti më hapësirë e gjelbër. Duke folur për mjedisin, them me krenari që 90% e pemëve që shihni në rrugët e Tiranës janë mbjellë kur unë isha kryetar bashkie. Çdo hapësirë e gjelbër që ju shihni ishte e zënë, vetëm nga hapësira për gjatë lumit kemi hequr 132 ton, 332.000 ton beton, duke shëmbur gjitha ndërtesat valishme, dhe ky është vetëm një sfond, një kontekst për t'ju thënë që në Bregdet, kur shqiptarët filluan të ëndërronin për shtëpitë e tyre, për pushimet e tyre, ndërkohë që pushimet I bënim në për kabina, si ushtarët. Kishim kohën kur mund të merrnim leje për pushime dhe vendoseshim si ushtarët në kabina me gjithë familjet. Dhe kabinat ishin përbëra nga një dru shumë I lirë. Dhe po, sikur pak ta shtyje me grusht, mund ta nxirje dorën nga ana tjetër e kabinës. Kështu që shqiptarët filluan të ndërronin, që të bënin pushimet e tyre dhe filluan të ndërtonin. Natyrisht që ndërtimet e asaj kohe ishin të shëmtuara. Natyrisht që shumë pisha u pren për tu ndërtuar. Kaq shumë, një brez I tërë. Ishte një gabim I madh. Por ishte gabimi I një momenti në histori kur nuk mund të kërkoje më shumë.
As ne madje nuk e dinim se të kërkonim më shumë. Look at Calabria. Look at Shikoni Kalabrin, shikoni realitetet të tjera në Europë, si shkatruan vendin e tyre sepse ka patur periudha të tilla në histori. Ky sfond, ky kontekst shërben për t'ju thënë që po, pyetja është legjitime. Pse? Pse? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. look at Montenegro. Shihni Malin e Zi. Montenegro Mali i Zi agriculture. nuk Mostly of ka a lot, not mostly. bujqësi. What they Shumica shumë prej malazesve, are coming from atë që konsumojnë e marrin nga rajoni, vjen nga rajoni, nga Shqipëria, nuk kanë bujqësi, nuk kanë fabrika prodhimi, nuk kanë asgjë tjetër përveç turizmit. then how come that they have Atëre, since years the si ndodh që qysh prej vitesh ata kanë pagat më të larta dhe pensionet më të larta në këtë rajon? of bringing the tourism in the level Sepse luxury. e sollën turizmin në nivelin e turizmit të luksit. If few things that I can compare in their stupidity Pak gjëra opposition to the luxury. mund të jenë krahasueshme me dallikun që turizmi në nivelin e luksit mund të jetë diçka kundër njerëzit, është një nga gjërat më të pasgjuara që mund të ndiset. Është e kundërta sepse ajo çfarë sjell një turist në një resort luksoz është më shumë në kuptimin e të ardhurave për vendit dhe është shumë më pak në aspektin e trysnisë të trafikut, të ndotjes e kështu me radhë. High-end tourism is what protects Turizmi luksoz është ai që e mbron një vend nga ajo çfarë mund t'i shkaktojë turizmi masiv, sepse turizmi masiv ka qenë një ambasador i shkëlqyer për Shqipërinë. Sepse përhapi në botë zërin që ne nuk ishim ai vend i zymt ku mund të shkoje, të dhunoheshe, të vidheshe, të vriteshe, ku ka mafje, droge, korrupsion. a great country. E jo, është një vend i shkëlqyer ku mund të bësh pushime, por nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Na duhet të kemi turizëm luksoz për të ndryshuar shkallën e të ardhurave për vendin dhe për të ulur trysnin që turizmi masiv ka mbi mjedisin. Flisni për mjedisin, But let është gjë e mirë. Le të flasim për mjedisin. Flamingot. when flamingos A e dini se kur nisën të ktheheshin flamingot në Shqipëri? when I came Sepse nuk ishin. Kur unë erdha në qeveri, kur ne morëm qeverin, nuk ishte atje flamingo. Pse? Sepse Shqipëria ishte vendi nxehtë i gjuetisë palishme. Ne humbëm shumë prej jetës tonë të egër për shkak të gjuetisë palishme. Dhe ndërkohë flamingot bashkë me pelikanët e të tjerë nisën të ktheheshin pak vite pasi vendosëm moratorium në Shqipëri duke shpallur gjuetin të palishme për 10 vjet. Ne miratuam një moratorium për prerjen e pyjeve, çka ishte palishme për 10 vjet në Shqipëri. Nuk ishte më leje për prerjen e pyjeve për 10 vjet. Dhe shihni nga pamjet satelitore se ku ishte vendi dhe ku është sot. and look from the register Dhe shihni in Albania në regjistra se ku është, po themi, jeta e egër apo habitati, ku ka qenë e ku është. Dhe këtu nuk janë gjëra që i them unë, e që ju mund t'i verifikoni. E di, unë nuk jam tërheqës, nuk jam një protestues making joyful the soul of all the ideologies që mbush për plot me gëzim shpirtin e gjithë ideologëve në përbot, se si Shqipëria e vogël po ju qëndron oligarkëve, si po bëhet Shqipëria ky qytet i ndriçues mbi kodër. Kemi qenë qyteti që shndriste mbi kodër për 50 vjet, e dinim si dukej, si ndihesh apo se si jetohej, po faktet janë fakte. Kështu që askush nuk mund më jap leksione mua apo neve për mjedisin, sepse ne created the
shpallëm, ne krijuam, hartuam ligjin e parë, hartën e parë të zonave të mbrojtura të Shqipërisë në 2017 dhe të parin regjistër e të parin inventar. Dhe sa për ta ditur ju, ne e gjetëm Shqipërinë me më pak se 15% të zonave të mbrojtura, ndërsa sot kemi rreth 25% zonat mbrojtura. Është një nga vendet me sipërfaqen më të madhur të zonave të mbrojtura.